Ukraina dhe SBA-ja nënshkruan marrëveshjen e shumëpritur për shfrytëzimin e përbashkët të burimeve minerale dhe energjetike të Ukrainës. Të dyja vendet nënshkruan marrëveshje në Washington pas muajsh negociatash të shoqëruara me tensione dhe pasiguri. Marrëveshja synon të ofrojë një nxitje ekonomike për SBA-n që të vazhdojë të investojë në mbrojtjen dhe rindërtimin e Ukrainës, si dhe të adresojë shqetësimet e Washingtonit mbi sasinë e ndihmës që ka kontribuar tashmë. Ukraina besohet se ka rezerva të mëdha mineralesh të rralla si grafiti, titani dhe litiumi. Ato janë shumë të kërkuara për shkak të përdorimit të tyre në energjinë rinovueshme, teknologjinë ushtarake dhe infrastrukturën. Sekretari i thesarit i SBA-s, Scott Bessent, tha se kjo tregonte se të dyja palët janë të përkushtuara për paqe dhe prosperitet të qëndrueshëm në Ukrainë. Bessent dhe zëvendës kryeministre e Ukrainës, Yulia Surydenko, u pan duke nënshkruar marrëveshjen në një foto të postuar në platformën X, duke sinjalizuar qartë angazhimin e administratës së Trump për një Ukrainë të lirë, sovrane dhe të begatë. Surydenko tha se marrëveshja i lejon Ukrainës të përcaktojë se çfarë dhe kur të nxjerrë mineralet dhe se nën toka e saj mbetet pronësia e Ukrainës. Përpara nënshkrimit, presidenti amerikan Donald Trump përsëriti se SBA-ja duhet të marrë diçka për ndihmën e tyre ndaj Kievit. SBA-t kanë qenë donatori më i madh ushtarak i Ukrainës që nga pushtimi i Rusisë në vitin 2022 me një ndihmë prej më shumë se 64 miliardë eurosh, sipas institutit Kiel në Gjermani. Për Kievin kjo shihet si thelbësore për të patur akses në ndihmën ushtarake amerikane. Pariteriteti do të jetë i barabartë në bazë 50 me 50 dhe kjo do të duhet të ratifikohet nga ligjvënësit në Kiev. Sipas marrëveshjes, SBA-t do të duhet të kontribuojnë me ndihmë të re për Kievin duke përfshirë sistemet të mbrojtjes ajrore. Marrëveshja fillestare duhet të nënshkruhej në muajin shkurt, por u prish pas një takimi të tensionuar në Shtëpinë e Bardhë kur Trump akuzoi Zelenskin për zgjatjet e konfliktit. Ky përparim vjen disa ditë pasi presidenti amerikan dhe ai Ukrainas zhvilluan një takim ballë për ballë në funeralin e Papa Franceskut, dhe ndërsa bisedimet midis Moskës dhe Washingtonit mbi një armpushim të mundshëm në Ukrainë po vazhdojnë.